Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Përgjimet, tenderat në burgje. Zëvendës drejtori burgjeve, po nuk erdhe sot, mos hajde fare. Biznesmeni, nuk po ngel gjë për ne. Prokurimet në vlerën 300 milion lek për furnizimin në ushqime. Ilyas Labi, Shemsi Sinanit, të kam dërguar 20 SMS. Ylber Kalaja, të mbaj me ekuilibër, nuk i dihet si merr puna. Soni Lamusaj në një kronik sjell më tepër hollësi për këtë çështje. Kapet Gjergj Sukali, policia, droga, xhiroja mujore e grupit 50.000 euro, gjendet kokainë, në pranga edhe një grua, shënonte dozat në fletore. Operacioni Tangent arrestohet i forti i Myslimshyrit, gjithsej 16 vetë në pranga, shpërndarësit e merrnin mallin nga Sukali. Gjensila Kodra sjell më tepër hollësi në një kronik të ditës së djeshme. 25 vjet Partia Socialiste, Rama në fest, mirënjohje themeluesve, mungojnë ministrat e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pëllumbi, Fatos Nano të mos na çojë mesazhe nga Vjena. Nga Mimoza Koçinu botohet opinioni ditës me titull Follow the Money, ndiq parat. Nga Mentor Kikia, protagonizëm për kauzën e paqen të importit të plerave. Meta flet Shqip në malin e zi. Tuzi duhet të jetë komune e pavarur. Të bëhet më shumë për shqiptarët. Një opinion nga Mira Bregu mban titullin Mbi punën e misionit pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara Gjenev. Replikat Vladimir Kosta, votoi reformën. Ministrat, kemi bërë sakrifica. Nën kampionja Luiza Gega, marr 1 milion lekë të vjetra në vit. Jep se zbrita nga limuzina në Rinas. Aftësia e kufizuar, formula e re për personat me aftësi të kufizuar. Tafaj, ulen pagesat, do të protestojmë. Procesi, gjyqi i refuzon lirinë e Emiliano Shullazit, flet avokati, pa prova. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama çelet me titullin Mungon Fatos Nano. Ministrat dhe deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim bojkot festës së Partisë Socialiste. 25 vjetori i Partisë Socialiste, prapaskenat e ceremonisë së 25 vjetorit të Partisë Socialiste dje në Tiranë. Mungojnë ministrat dhe deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Meta në Mal të Zi, i pranishëm vetëm Braho dhe zëvendës ministrja Nora Malaj. Fatos Nano uron me foto, refuzon pjesëmarrjen. Nga Partia Demokratike shkon Tritan Sheu. Rama, nuk jemi të përsosur, kemi bërë gabime, por ky vend po ndryshon fal nesh. Numrat e mazhorancës për reformën, Kosta, me 21 korrik, votoi pro. Akuza e biznesmenit, deputeti i Partisë Socialiste më kërkoi rishfet për tenderin. Arestohet për kokainë Gjergj Sukali. Zbulohet financierja e bandës që fitonte 50.000 euro në muaj. Pas 3 muajsh përgjime, në pranga banda e të fortit të rrugës Myslimshyri. Kapet 46 vjeçarja me blok. Kreu i kuvendit Meta flet Shqip në parlamentin e Malit të Zi. Bëni më shumë për shqiptarët. Ministri Ahmetej, nga një gushti tatimorët në terren, dialog me biznesin. Bisedat, përgjimet, si mori rishfet në drejtori burgjeve. Teknika akuarelit, ekspozita, Haliti sjell në Tiranë piktor nga gjithë bota. Sot dokumentari, film për Pashkon, Çili, alternativa e tij unike në ekonomi. Një opinion nga Mentor Nazarko mban titullin Dilemat në skadim të ultimatumit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga Besnik Dizdari, Hareja poetike 1960 për Bashkimin Sovjetik. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, intervista, Eurofej grabitje në bank. Biznesmeni vlonjat përshkruan tmerrin e klientëve për grabitësve me maska. Çfarë thot dëshmitari që hyri në bank pak momente para grabitësve? Veprimet e 2 personave të maskuar si nëpër filma zgjatën vetëm 1 minutë dhe ata flisnin me dialektin e zonës. Përgjimet, SMS-t që fundosën zëvendës drejtorin e burgjeve. Festa e Partisë Socialiste, përqafime, shmangje dhe shqetësime. Detaje nga atmosfera 25 vjetorit, mungesat e rëndësishme, prurjet e reja, si dhe mesazhet e të pranishmëve. Vizita, Meta, Shqip në parlamentin malazez,
respektoni shqiptarët. Një opinion nga Peter Singer mban titullin Demokracia direkte dhe Brexit. Deklarata, importi i mbetjeve sot në kuvend. Shoqëria civile paralajmëron protesta. Procedurat, ish të përndjekurit, radha që do të ndiqet për këstin e 6. Luiza Gega, atlete, ju rrëfej sakrificat e nënkampiones së Europës. Atletja shqiptare kthehet triumfatore nga Amsterdami, duke u renditur e dyta në garën e 5000 metrave me pengesa. Sakrificat që ka bërë për të mbajtur gjallë pasionin për atletikën. Falimentimi, soll aparate e emigracionit, i humba në serrat me domate. Fermeri 50 vjeçar Alban Ndreu nga fshati Kurdari në Burel tregon për eksperiencën e marrë në shtetin grek për kultivimin e perimeve në serra, si dhe humbjen nga mungesa e tregut. Prangoset banda e Gjergj Cukalit, shpërndante kokainë në Tiranë. Detajet janë të titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, 25 vjetori i themelimit, festa e Partisë Socialiste, braktiset nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Të gjithë deputetët dhe ministrat e Lëvizjes Socialiste për Integrim, përveç Spartak Brahos, kanë munguar dje në festën e 25 vjetorit të themelimit Partisë Socialiste. Kanë munguar edhe emrat e njohur të Partisë Socialiste, si Fatos Nano dhe Ben Blushi. Partia Demokratike përfaqësohet nga Tritan Sheu. Servet Pëllumbi, Nano nuk erdhi në festën e Partisë Socialiste se ka frikë nga rilindja. Rifillon fushata për kuponin. Ahmetej, nuk do jemi represiv. Qeveria rifillon kontrollet e kasave, por ministri premton se fushata nuk do tjetë represive dhe se Gjoba shihet si mjeti i fundit. Armiku më i madh i fushës së fiskut është vulgariteti, arroganca dhe mungesa profesionalizmit nga ana jon, tha ai. Deklarata, vizita në Maltëzi, Meta, duhet bërë më shumë për shqiptarët. Ushqimi të burgosëve, biznesmenët e arrestuar fituan 6 tendera me vlerë 2 miliard lek nga burgjet. Zbardhen përgjimet e reja për skandalin e korrupsionit në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Kam që javën e kaluar që të pres për të më dhënë lekët, por nuk u bëre i gjallë. Të dyshuarit në bashkëpunim me zëvendës drejtorin e arritën që për 6 muaj të fitojnë 2 miliard lek tendere ushqimesh nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Ngërsh është cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu, kortezi partjake. Editoriali i sotëm është shkruar nga Alfred Lela, titullohet Lul, thuaj po dhe buzqesh. Një opinion nga Glendi Dukaj, e vërteta interpretimit kushtetutës mbi martesat gay. Nga Pamela Druckerman, pse francezët i kanë inat të pasurit. Afër dhe larg, shtylla e gjenocidit të Srebrenicës bëhet protagonist në një roman. Gazetari kroat Ivica Gjikic ka botuar një roman rreth jetës së kriminalit serb të luftës në Bosnjë, Ljubisha Beara. Antagonisti Pashko, fundi i epokës së intelektualit politikan. Premiera sot në orën 19:30 në Kinema Millennium. Gazetari Armand Shkullaku si skenarist dhe regjizori Roland Seiko sjellin filmin dokumentar Antagonisti për figurën e Gramos Pashkës. Dokumentari tenton të nxjerrë në dritë të plot figurën e intelektualit, politikanit, ekonomistit dhe njeriut Pashko. Në brendësitë e gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Ide, si zbatohet traktati Lisbonës për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Si parashikohet të kryet procesi i gjatë dhe i vështirë i daljes nga Bashkimi Evropian dhe çfarë thot neni 50 i traktatit të Lisbonës. Fioral Bacaka sjell një shpjegim të hollësishëm të mënyrës dhe të ndërlikimeve që ngërthejnë ky proces. Është diçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, kryebashkiak dhe deputet të skeduar në trafiqe. Fati 15 deputetëve të implikuar me rrjetet kriminale të drogës, pastrimit të parave dhe prostitucionit do të vendoset mbas seancës parlamentare të 21 korrikut. Në këtë grup bëjnë pjesë dhe kryebashkiak dhe drejtues të lartë të administratës shtetërore, dosjet e të cilëve janë dorëzuar nga ambasadat perëndimore. Ilir Meta flet shqip në Maltëzi. Përdorimi i gjuhës shqipe në parlament shenjë qartë për respektimin e të drejtave të shqiptarëve. Pronat, të mirat e Bregdetit të Ulqinit, dhe pse Tuzi duhet të jetë komunë e pavarur. Një opinion nga Bardyl Berberi mban titullin Akumulimi i heshtjes vrastare. Nga Shoqëri Sina, guerilet e Elbasanit dhe kuestori Nishani. Festa e socialistëve, Edi Rama,
Partia Socialiste, një shkollë e ngritur mbi parime ku të gjithë janë të barabartë para ligjit. Krimi financiar, pse po përfundon si skrap dosja e 26 milion eurove të TVSH-së skrapit, shtetarët që fshihen pas skandalit. Kreu i kontrollit të lartë të shtetit, Bujar Leskaj, Shqipëria do të loboj për antarësimin e auditit të Kosovës në institucionet ndërkombëtare. 25 vjetori i Partisë Socialiste të Shqipërisë, kthehet në gri festa e Partisë Socialiste, mungojnë ikonat e së majtës, flasin Bello, Çavo, Gjokoli, Meko, Alili, Alushi, Ndoka e tjerë. Nano, të ringjallemi para se rilindja të jetëshuar. Intervistë me Agron Dukën, kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, derisa kryeministri Rama ka financuar fushatën elektorale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, reformën në drejtësi ta filloi nga vetja, arroganca mbi opozitën dhe roli i ambasadorëve. Kujtimet e doktor Luka Heqimit, alarmi në xhmijës për doktor Fejzi Hoxhën dhe si u zbulua sëmundja diabetit të Enverit, deklaratat e Pol Miljezit për veset e udhëheqësit dhe jetëgjatësinë e diabetikëve. Mozaik dhe aktualitet, matura 2016, tortur, ankth dhe pasiguri për maturantët që do të ndjekin shkollat e larta. Këngëtarja Enkelejda Alushi, pas Kosovës po troket ora e së drejtës së popullsisë Çame. Agron Kaja, Partizani dhe Kuksi në ruletën e UEFA-s, trukimet dhe denoncimi i Tiranës. Rubrika e mirënjohur politikanët dhe paparazzi sill vargjet me titull Moj Partia Socialiste, socialistët ku i ke. Moj Partia Socialiste që nuk u përule kurrë, po të bëjnë për vjetorin ata që të zunë me gur. Është diçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, përgjimet e tenderave të burgjeve, ekskluzive, faksimilet, një nëndrejtor, 4 biznesmen dhe 3 miliard lek, si ndaheshin tenderat. Ta mbyllim këtë punë, mos ta dhjo pika tani në fund. Zbardhen bisedat mes nëndrejtorit Ilyas Labi dhe biznesmenve. Si fiksoheshin garat fiktive për ushqimin e të burgosërve, sa përqind kërkojë për çdo tender. Detajet dhe faksimilet botojnë në brendësitë e gazetës Dita. Reform apo do vazhdojmë me shtetin pa shtet? Andrea Stefani, cili është defekti që shqiptarve u shpotisin si gjenetik? A ka shans që perëndimi të lakmoj zhvendosjen e drejtësisë së varur nga Berisha te Rama? Ceremonia, 25 vjetori i Partisë Socialiste, mesazhi në dhe mes rreshtash i Edi Ramës. Partia Demokratike dërgon Tritan Shehun. Vizita, Meta, troç malazezve, pranoni gjuhën dhe flamurin. Qëndrimet e forta në kuvendin malazez, bëjeni tuzin shqiptar komun të pavarur. Një shënim i gazetës Dita mban titullin Nostalgjia e Berishës për socialistët e dhunuar. Nga doktor Hasan Bello, artikulli Telhad dhe mjerimi i studimeve albanologjike. Nga Çapaev Gjokutej, 2 kombëtare dhe Debjazi për te sportit. Reportazh nga Entela Resuli, çfarë zbulon kur vjen nga Madridi në Kurvelesh. Në 5 faqe janë për plazhistët, fjalkryqe dhe lojra, është diçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, Partia Socialiste festoi dje 25 vjetorin e themelimit. Nano apo Rama, cili është gënjeu më shumë Partinë Socialiste? Rama, ata që kanë përfituar më shumë janë më të mërzitur me Partinë Socialiste. Ilir Meta flet shqip në Maltëzi, të respektohen të drejtat e shqiptarve. Intervista Kastriot Islami, Rama është kundër reformës, ja dosjet që e trembin. Një opinion nga Artur Zhej mban titullin Ik nga Rama, zoti Meta. Tiranë, goditet grupi shpërndarësve të drogës, 16 në pranga. Një analizë titullohet Pse populistët nuk janë politikanë të mirë. Kreu i kontrollit të lartë të shtetit Bujar Leskaj, auditime të përbashkëta me Kosovën. Një koment nga Daliqe Nanaj titullohet Ne të vuajturit e rrezikut anglo-amerikan. Debatet Vladimir Kosta, vota ime është pro reformës në drejtësi. Ardian Qela, Kosta kërkon të tendera të paligjshëm, ndaj më akuzon. Speciale, Badikod, të stërvitës si Ronaldo në Tiranë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot, në faqen e parë titujt, Partia Socialiste feston 25 vjetorin. Themeluesit, aleatët dhe deputetët rebel braktisin Edi Ramën.
Mungon Fatos Nano, Ilir Meta, Milo, Gjinushi, Blushi dhe Hafizi. Rama u përgjigje të pakënaqërve në Partinë Socialiste. Ju interesojnë punët tuaja personale, nuk ju kënaq dot, jam I fokusuar te qytetarët. Fillon gryerja e mazhorancës, pas Kostës edhe Mira Sheu paralajmëron largimin nga Partia Socialiste. Rriten pakënaqësitë ndaj Ramës. Raportet e CIA-s, jap se dështoi operacioni Bigjifendi I 49-s për gru shteti në Shqipëri kundër regjimit komunist. Amerikanët braktisën misionin pas tërheqjes së britanikëve. Skandal me aktet nënligjore të ligjit për arsimin e lartë. Universitetet shtetërore shndrohen në organizata jo qeveritare. Pronat I kalojnë fondacionit të krijuar nga qeveria. Ministria e Mjedisit zgjerbllov shalsin për ligjin e importit të plerave. Asnjë dijeni për draftin. U shmang qëllimisht nga procesi I këshillimit për infrastrukturën. Meta në parlamentin e Malit të Zi, të respektohen simbolet e shqiptarëve. Tuzi duhet të jetë komune pavarur. Kryetari e Forumit Rinor Eurosocialist Shqiptar të Shkodrës, Ahmetej një palaço, tërhiqem nëse është në listat e 2017-s. Raporti Komisionit Evropian, Shqipëria me performansën më të dobët fiskale në rajon, problem të ardhurat, shpenzime dhe borxhi publik. Naser Shatrolli, krenaria e ndërsjellë dominon në Prishtinë-Tiranë, nuk ka bashkëpunim mes qendrave teatrore. Një koment nga Besi Bekteshi me titullin Për zgjedhje nga ndërkombëtarët ose frika e disa ligjvënësve të 21-shit. Nga Rushan Dosti, Rama Basha, sus para biçakut të Çeços. Nga Luan Kurti, interesat amerikane dhe zhurmuesit e reformës në drejtësi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Shqip në faqen e parë sill titull të drejtësia. Sot vendimi final I Partisë Demokratike. Opozita publikon qëndrimin zyrtar për propozimin e ri Shtetet Bashkuara të Amerikës Bashkimit Evropian. Idrizi takon Lu dhe Vlahutin. Referendum nëse nuk ka kompromis. Raporti global. Shqipëria ndër 20 vendet me sistem drejtësie të keq. 25 vjetori I Partisë Socialiste, Rama, nuk mund t'i kënaqim të gjithë. Ish kryeministri uron socialistët dhe vlerëson ish kryetarin e Partisë Socialiste, Berisha. Nano e shkëputi nga mentaliteti stalinist. Kryeparlamentari ndodhet për vizitë zyrtare në Mal të Zi. Festa e Partisë Socialiste, mungon Meta. Lëvizja Socialiste për Integrim dërgon vetëm Brahon. Nga Fadil Lepaja bëdohet artikulli Debati si vazhdimi I politikës me mjetet të tjera. Nga Elis Kuqi, rrjetet sociale po vrasin jetën reale. Kapet Cukali, kreu I rrjetit të kokainës, droga në Arush Pellushi, fitimi 50.000 euro. Nis gjyqi për Shukri Xhelilin, kushtetusja, duhet të shohim videon e seksit. Përgjimet për numrin 2 të burgjeve, mesazhe që fundosën zëvendës drejtorin Labi. Drafti, nisin protestat popullore, po kaluat ligjin me 21 korrik, importi mbetjeve, aleanca kundër importit lëshoni ultimatumin për qeverin. Rikthimi, Partizani në Champions pas 23 vitesh, sot të kuqt presin Ferencvarosh në ndeshjen e parë kualifikuese. Agenti Hyset presion Napolit, rinovim ose do të largohet. Kthehet në çështje ditë e ardhme e lojtarit shqiptar. Revista Saras, Jon Leka, udhëtimet si një pasion I përhershëm letrar. Në brëndësitë e gazetës Shqip si gjithmonë në suplementi ndryshe. Teknologji, çfarë nuk duhet të bëni në Instagram. Studimi, vonohesh, je kreativ dhe I suksesshëm. Kërkuesit, evolucioni njerëzor vazhdon ende. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Shqip. Gazeta Tema, a do t'i thot Berisha po Washingtonit, Shtetet Bashkuara të Amerikës presin përgjigje sot. Nga Merobaze botohet editoriali me titull Përpjekja e Partisë Demokratike për të poshtruar lëvizjen socialiste për integrim. Kush është ekipi Lulzim Bashës? Biznesmeni përmetar akuzon Vladimir Kostën, më kërkoi rishfet për ndërtimin e urës. Braçe I përgjigjet për jevgun e Beratit. Policia arreston të fortin e Myslim Shyrit, Gjergjit Cukalit dhe 15 bashkëpunëtor të tij. Përgjimet e reja, zëvendës drejtori burgjeve, të mbajmë një ekuilibër
mos ta djë pika në fund. Gjysh, mos më qonë në xhami. Nga Bledi Mane, në rubrikën e tij Public Enemy, armiku publik, botohet artikulli Kokëdhima në kokë po u adhjet reformën. Nga Edi Rama, ky vend fal nesh po ndryshon për mirë. Antena brenda familjes, Flamuri kërkon të njohë kuptimin e fjalës së vetting para së mërkurës. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55 në faqen e parë titujt në këtë vap Rama ka ftoht. Korriku po rezulton një muaj fatal për Edi Ramën. Deputetët po braktisin varkën e tij të falimentuar. Bota e krimit po kërkon më shumë aksione në orë takrim me qeverinë dhe po i kryen grabitje ditën për diell. Ndërkohë që skandalet financiare po i detyrojnë politikanët ta quajnë turp të rreshtojnë krah kryeministrit të vendit. 25 vjetori i Partisë Socialiste, Berisha, socialistët ka në krye monstrën politike që quhet rilindje. Kreu i opozitës, takime sipërmarrës të Durrësit, Basha, paket lehtësuese për sipërmarrjen, ulje e çmimit të energjisë, naftës dhe të TVSH-s. Edi Rama hesht për futjen e $80 milion të paligjshëm në fushatën e Obamës. Vlora e përdhunuar nga një kryetar pasiv. Nga rruga e Lungomarit e grabitjet në mes të ditës. Vlonjatët po ndjehen të dhunuar nga një kryetar pasiv që jeton në Tiranë dhe shkon part-time në qytet vetëm për të kryer në një urgjencë të kryeministrit. Shqipëria mbulohet nga droga. Në 24 orë zbulohen 21.500 bim kanabis sativa. Tepelena e Tahirit kryeson listën e qyteteve plantacione. Avni Ponari prezanton fanellën e Kombëtares. Synohet rikthimi i basketbollit tek Lavdia. Bujar Leskaj, kontrolli lartë i shtetit, lobing për antarësimin e zyrës auditimit të Kosovës në Intosaj. Dëshpërimi Luiza Gegës, nën kampione e Europës, pa flamur dhe pa uniform të Shqipërisë. Nga Kastriot Marku botohet artikulli Sprov për një histori të kishës katolike në trojet shqiptare. Nga Loaj Mudhun, Arabia Saudite s'ka më rrugdalje, duhet ta luftoj ISIS-in. Një dosje nga Kastriot Dervishi sjell Shqipëria në foto historike. Zyra dhe sallat me 2 fotografi udhëheqësh në përvite janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, projekt ligji, kreditimi, bar jo vetëm për pasuritë e paluajtshme. Miratohen ndryshimet në ligjin e barëve siguruese. Zëvendës Ministri i Financave, garantohen bankat e nivelit të dytë. Nis betejë e dytë kundër kuponëve tatimor, duke nisur nga një gushti. Ministri Emilve Ekonomi mbledh task force-ën. Lista me emra ish të dënuarit politik të kategorisë parësore që përfitojnë dëmshpërblimin. Vendimi i posaçëm i Këshillit të Ministrave. Si do të regjistrohen në zyrat e regjistrimit pasurive të paluajtshme lejet e ndërtimit dhe kontratat e sipërmarrjes. Kanë filluar aplikimet, kriteret dhe procedurat. Incidenti me deputetin serb. Meta mban fjalimin e parë shqip në parlament. Mesazhi, pas largimit të Kostës, deputetja Sheu jep sinjalet e para. Agjencia e Trajtimit të Pronave, problemi me mbivendosje zgjidhet në tetor. Kryebashkiaku Veliaj, ure re në Selit, si do të shmanget ndotja e lumit të Lanës. Llogaritja e pensionit, si do të njihen vitet e shërbimit të ish ushtarakëve që u kanë humbur dosjet. Këshilla mjekësore, Stina e Verës përkeqëson problemet e shëndetit mendor. Një opinion nga Redi Sheu titullohet apo dëmtohet vetë thelbi i reformës? Nga Arbel Lalla, largimi i deputetit Kosta, kërkesë nga grekët. Nga Mentor Kikia, më vjen turp që jam shqiptar. Klubi Ballkanit, nga fitoria në fitorje. Zbardhet biseda e Korrikut 1954, kur Mehmet Sheu padiste te rusës Spiro Kolekën. 20 ditë para se të bëhej kryeministër, Mehmet Sheu ankoi tek ambasada sovjetike për ministrat e Enver Hoxhës. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard në faqen e parë titujt Kërbaçi i radhës. Rikthehet aksioni i kuponëve. Dështimi i tatimeve shlyhet me shtrëngim ripi për bizneset. Me një gusht nis aksioni i ri për kuponat tatimor. Ameta i flet për kontrolle të qeta. Maji shënoi 510 milion lekë më pak të TVSH. Qershori thelloi shifrën. Vizita në Maltëzi, Meta flet shqip në parlamentin malazez, më shumë për shqiptarët.
Shërbimi dializës, rrëfimi qytetarit nga Pogradeci, nuk funksionon, erdha në Tiranë për ta marrë. 25 vjetori i socialistëve, Partia Socialiste, fest me zvetmisë madhe. Rama, nuk mund t'i kënaqësh të gjithë. Programi për bizneset, Basha, paketa lehtësuese e Partisë Demokratike do të ulë koston e prodhimit. Grabitja në Vlorë, gjendet i braktisur automjeti autorëve të vjedhjes së bankës. I forti Myslim Shyrit, arrestohet grupi kokainës, fitonin 50.000 euro në muaj, skema e trafikimit. Burgu i Kafshëve, vazhdon gjendja mjerueshme e kopshtit zoologjik. Një opinion nga Albano Zhapa i mban titullin Vangel Zhapa, themeluesi i vërtet i shkollës së parë shqipe. Në brëndësi të Gazetës Standard sot është suplementi shëndet dhe estetik, ushqimet verore që kurojnë veshkat. Shenjat e çekuilibrit hormonal, reumatizma, receta natyrale për ta kuruar, janë titujt e faqes së parë të Gazetës Standard. Gazeta Rilindja Demokratike në faqen e parë sjell titujt Rama ka rënë, ka vetëm 55 vota. Nga 65 vota që kishte kur erdhi në krye të qeverisë, sot Rama ka të sigurta vetëm 55 vota, që janë të pamjaftueshme për një shumicë në parlament. Deputetja e Vlorës paralajmëron largimin nga radhët e Ramës. Drejtuesja e Forumit Rinor Eurosocialist Shqiptar në Shkodër, Gjeni Halili, kjo nuk është partia ime. Paketa lehtësuese e Bashës për sipërmarrjet. Shqiptarët e paguajnë energjinë 2 herë më shtrenjtë se rajoni. Blerja e medjave. Historia e televizionit që Rama e bleu me 110.000 euro të deputetit Kosta. Rama, Veliaj dhe Bolino pas skenarit mafioz me plerat. Nga erdhën $80.000 e fotos së Ramës me Obamën. Skandali me operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike. U kërkon qytetarëve para në dorë pa fatura. Nga Sali Berisha botohet prononcimi një urim për socialistët shqiptar. Nga Frok Çupi artikulli Djalli i veshur në drogë. Nga Kastriot Islami, socialistëve të abandonuar dhe banditëve, kusarve dhe perverzve të sektit Trekëmbësh. Bllokojnë në Itali 800 kg drogë dhe armë nga Shqipëria. Janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi, vizitë zyrtare në Malin e Zi, Ilir Meta, miqësia shqiptaro-malazeze e rëndësishme për stabilitetin e rajonit. Kryetari i Kuvendit, takime homologun Pajovic, mbajti një fjalë përshëndetse në parlamentin e Malit të Zi, ku i pranishëm ishte dhe sekretari përgjithshëm i OSBE-s Lamberto Zanier. Instalohet sistemi përkthimi simultan i gjuhëve shqipe dhe malazeze në parlamentin e Malit të Zi. Meta, vlerësim autoriteteve malazeze për vëmendjen ndaj të drejtave të shqiptarëve, por ka ende shumë për të bërë. Prezantohet strategjia kombëtare e transportit, Haxhinasto, standarde evropiane në transport, politika zhvillimi dhe cilësi më e lartë shërbimi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, takimi me zyrtarin e lartë në Departamentin e Bujqësisë, panariti Phil Karsting, rritja e eksporteve të bimëve mjekësore në tregun amerikan. Në kuadrin e 11 vjetorit të hyrjes së Gjirokastrës në UNESCO, koncert në Gur, seri aktivitetesh të shumta, kulturore, tradicionale, muzikore dhe argëtuese. Një koment nga Fabrizio Tassinari me titullin Projekti i Bashkimit Evropian dhe e ardhmja. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, dita e Championsit, Partizani do mrekullin, të kujt sfidojnë Ferencvaroshin, Sormani, dua burra kundër hungarezëve. Batha mban ankth demat, ja si ndryshon formacioni. Gafa me Luiza Gegën e hipin 500 metra në limuzin dhe e zbresin. Presidenti Federatës Ruli ishte koreografi, pagova gjithçka vetë. Atletja, fanellën gjatë garës e Sajova, çështja e limuzinës u egzagjerua. Ndahen premiot, fest te Kuksi, zbardhen zarfet me euro. Intervista Jani Kaçi, UEFA gaboi me Skënderbeun, tani tifo për të kuqt. Flamurtari, vjen mbrojtësi sloven, por ka alarm me të huajt. Mihajlović, serbi fiksuar me shqiptarët, nga Mustafi te Berami dhe Ajeti, nacionalisti i thekur e do mbrojtjen kuqezi. Mes fushori, Chelsea monitoron Rashicën. Juventus, prezantohet Pjanic, sot mbrin edhe Pjaca. Milani, Kandreva dhe Ljajic, zbardet plani djallëzor.
Gruaja menaxhere, Vandanara ul tonet, Icardi e dashuron Interin, Bayern Munich, Ancelotti, jam demokrat, jam se nuk vjen Ronaldo. Një analizë me titullin Euro 2016 ishte fundi i futbollit tiki-taka. Të janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport. Rikthehemi sërish në faqen e parë të gazetës shqiptare ku veçojnë këto tituj: Përgjime, tenderet në burgje, biznesmeni, s'po ngel gjë për ne. Zëvendës drejtori i burgjeve, po nuk erdhe sot, mos hajde fare. Prokurimet në vlerën 300 milion lek për furnizimin me ushqime. Ilias Labi, Shemsi Sinanit, të kam dërguar 20 SMS. Ylber Kalaja, të mbaj me kuilibër, nuk dihet si merr puna. Kapet Gjergj Sukali, policia, droga, gjiroja mujore e grupit 50.000 euro. Gjendet kokain, në pranga dhe një grua, shënonte dozat në fletore. Operacioni Tangent, arestohet i forti Muslim Shyrit, gjithsej 16 vet në pranga, shpërndarësit e merrin mallin nga Cukalli. 25 vjet Parti Socialiste, Rama në fest, mirënjohje themeluesve, mungojnë ministra të Lëvizjes Socialiste për integrim. Pëllumbi, Fatosnano të mos na çojë mesazhe nga Vjena. Nga Mimoza Koqiu botohet opinioni ditës me titull Follow the money, ndiq parat. Nga Mentor Kikia, protagonizëm për kauzën e paqen të importit të plerave. Meta flet shqip në Malin e Zi, Tuzi duhet jetë komune pavarur, të bëhet më shumë për shqiptarët. Një opinion nga Mira Bregu me titullin Mbi punën e misionit pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara Gjenev. Replikat Vladimir Kosta, votoj reformën. Ministrat, kemi bërë sakrifica. Nën kampionja Luiza Gega, marë 1 milion lek të vjetra në vit. Japse zbrita nga limuzina në Rinas. Aftësi e kufizuar, formule re për personat me aftësi të kufizuar. Tafaj, ulen pagesa, do të protestojmë. Procesi, gjyqi refuzon lirinë Emiliano Shullazit, flet avokati, pa prova, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare, dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio. Bëri efektin e aromatizmës, më duket. Më rëndoj